Jo është logjike, është... Qore, ka njerë që nuk gacmon kur. Shamull, me gjithë respektin për shamull për Edin, a mu nuk gacmot, Edi. A gacmot? Bunoraj. Një fjallë ke mujtë mja, thonë një ma shumë. Shumë pak, adem shumë. Po ta shti... Shamull ti se ki ngacmon. Ngrëmë, se ke Unë e po gacmon. priti më falë. Repres se s'është kur gjo ajo lobe, Unë e po presi debat, po e s'pëton. A e gaton prej vëdimit lutem mos më afro. Me rëndësi që ti kush kur gjo nuk ka bo. Nuk unë gacmu. Apo më kupton që apo do me thonën. Tash, momentin që ti nuk thumbuesh, ose nuk merr me fjallë të ronë, ose nuk është e ki debate, plus e ki dhe një njëri që ti e dënë edhe dënë, për shkakun që ka dolshen, nuk më shme thonë që është rrugtimisht tirë. Se para ndash një i plotësum, shpirtnesht, për shembull të vinë drona, të mbrana nuk gacmon kërkosh, ti e ki salamandisi këmë konë shpetone. Do të thonë ne respektoj e vlerësoj shumë, mirë, po këto që apo flas nuk besoj që po shpiku. Ka realitet brenda kësaj që apo flas. E rrugtimi është i lehtë. Është i lehtë. Nuk është njëjtë shembull për zot, pe marrim shembull se kur gjenetën. Po ku në thëmbume? Po, ajo ku në thëmbume se ajo vetë e ka lypë. Po, Se ajo i ka lypë debatin. Po, unë pe di që e ka lypë debatin. Po, në përgjithësi, ja ka boj zmetin. Se nuk ka mujtë vish hajt. Do më thonë me konë që aty ku kam rri. Kam rri se ja ka boj zmetin. Po, qërë tash për shemë se pe marim shemë dhe vajzën fjallë, qka ka rrit kjo tash? Ka rrit që shka rrit? Në media është tip-top. Tip-top. Tip-top për qka përmendet? Po nuk ka rëndësi për çka përmendet. Nuk përmendet për keq. Për mu personalisht, për mu ka shumë rëndësi për çka ka mu përmend. Ma përpara dalë ma heret, e nuk e prejti finalin hit, se sa mu majtë në mend si dikush që ka bu debat për brek, më falë. Po, ama tash formati është edhe loj. Po. Dëshme pas parasysh që ajo edhe shumë njerëz tjerë, femna dhe meshkuj, krijojnë situata ndryshme në aspektin e dashnisë, për shembull. Shumë projekt s'krijoj. Vetëm hi dhe vetëm menoj medalën. Nuk krijoj. Edhe unë kam çashtu shpëtu dhe ti dal më herët, po ka plot gjona që s'menoj mi bue. Se i kam ato parimet e mia. Po, edhe fiks, është shumë mirë. Amo tash ka dhe njerëz që e duajnë hakikat lojën. E duajnë, domethënë, me mishë me shpirt dhe në gjendje me kontribuj gjithçka. Tash formati përderisa ta lejon ty me bo lojë, ti përshtatësh formatit. Une edhe Albës për shembull i këmë thonë, Alba, adin i këmë thonë nuk është e rëndësishme me dalë në prime, sa është ma rëndësishme për çka i ka dalë në prime. Po, ajo s'fotot e pas arsyen. Edhe unë dalë në çdo prime të bo, adin të lypë sene, të lypë debatit kota, apo këtojmë të i bo sene të vogla të Jo më vëshone a shojt ka edhe pak rëndësi për çka për delë, se me dojtë i çdo prime. Po, ajo nuk diskutohet. Edhe mërzite njerës dikur të pasës, dikur hargjone edhe fjallëte, apo këtojmë dikur bosh e mërzitshme, e bajatshme, si nuk dush me silë, si është shumë mirë me gjithë mesin e të dy gjanave, dush me di edhe me kalu mirë, po edhe me bo debat, po edhe me... Po, ajo që apo thotë është plotësisht me vend, po tash janë ndonjë njerëz që kanë zgjedhur formën e lojës sipas dëshirës tyne. Po, gjithkush e ka lojën e vet. Po, e ka lojën e vet. Për dikon është e rëndësishme, domethënë, me konë qendër vëmendjes. Mos si dhom rrëfimeve të lutem. Dikush, domethënë, nuk i priton debateve, që për shembull njerëz që dojnë me mu me hap një temë të ndryshme ose në debat ose diçka, unë personalisht nuk pritoj. Që unë jam për shembull një shumë pritoj debateve, kështu që jam gjendje me bu debat. Jam okej me bu debat, por edhe ju me ngrit zonin, e ju me bërtit ose me... Apo kupton, po pritoj, nuk është që se di, do me thonë, kisha pas qëtë ma mirë dhe najtë në qëtë, adhe mes me mirë, po edhe ajo është pjesë e jetës, më ndoj që debati kena edhe një jetë përdiqme, adhe më plot. Po në zakonisht veç debatoj me njerës që i du ose i vlerësoj, se me njerës që për shembull nuk kam lidhë si këtu për shembull, në Shpërblema, nuk një jetë përdiqme nuk mirë na, nuk e lodhi vetën të bu debat, po këtu po ta lyp, adhe? Po këtu lypët arsyeja për gjithçka. Edhe kur nominon, po edhe kur bëhet darka e nominimeve, po më që shketa, ke darka nominimeve, ose më konë asë njëherë pjesë, e saj sefte këmë e konë sëtë? Asë nuk se më konë, po darka nominime. A ke darka e aty në që janë nominu, po. Aty për shumë kur ta bojnë pyetje, ti dush me dhënë përgjigjen, ti pa marrë parasysh që nuk dënë, formati është i tillë se gjithmonë dush me pas një arsye dhe dush me ditë me arsyetu që ato që po e thu. Po, është edhe e mirë se është një reality show, adin dush edhe pak gjithkush... Po, qëre njëtën e përditshme me konë shumë komunikative dhe me qenë shumë oratore është shumë plus i madhë. është shumë plus i madhë. S'po flasë oratore pjesën pozitive ose negative. Oratore, nëse din më shëzu... Ka është oratore?
oratore Që din me fol ma shumë, me fol të rrëdo si ta. Jo, vish lavazone, se lavazone ka shumë. Oratore është kur diçka ki me thonë dhe i ki fjallë të duhuna për me thonë. Kështu fjallë Jo vish fjallë të duhuna, se Pikërisht Shqipëria s'ka një oratorin ma shumë se ne kusot. Oratore është... Kur e ki fjallën e duhun për me thonë, Jo vish fjallën e duhur. dikush ka diçka shumë për me thonë, po s'din ç'është me thonë. Po njëtën ku dush edhe të durën, njëtën ku do me thonë, dush me ditë për çdo pyetje që të bëhet me ditë me thonë përgjigje. Me konë shumë komunikativ. Oratoria është me konë i mëshëm anej. Dyja dush me pas. Përgjigje për çdo Dyja dush me pyetje pas. është do me thonë që ti i mëshëm. Oratoria është me pas fjallor, të mjaftueshëm për me shpjegu të diçka. Lidhet edhe me gjinshmëri. Edhe me gjinshmëri, me ditë mu gjinë. Oratoria si oratori është edhe me diapazonin e fjallorit. Në momentin që ti gjen fjalë të duhuna për një çështje. Do me thonë me ditë mu shpreh. Pra, unë mendoj që këta Shqipërisë kanë ma shumë... Po, Shqipërisë. Tash unë pyetje po t'jap me shkute edhe Elionës. Këta që u piqen emisione. Nuk e di Arinas. Në rregull. Për shembull, unë e shoh që Eliona, a ke mundësi vetëm të dëgjosh? Po, patjetër. Po. Veç e paralajm. A? Vazhdo. Shko. Për shembull, a ke... Iki, mbyllë vetë pak të lutem. Po, ja.